2 muaj pas marrjes së detyrës, kryepolici Hita ka nisur fazën vendimtare për krijimin e ekipit të tij të ri drejtues në policinë e shtetit. A2CNN ka mësuar edhe emrat e 21 kandidatëve që konkurrojnë për postin e drejtorit në 5 qarqe: Tiranë, Durrës, Lezhë, Kukës dhe Fier. Po ashtu burime bëjnë me dije se në ditët në vijim priten dorëheqje dhe largime edhe të drejtuesve të qarqeve të tjera, që do të thotë se gara nuk do të kufizohet vetëm në 5 drejtori vendore, që në fillim të marrjes së detyrës si kryepolit, Hita u ka kërkuar të gjithë drejtuesve të qarqeve të paraqesin dorëheqjen, pasi synon të krijojë ekipin e tij të ri drejtues. 2 të parët që u larguan me dorëheqje ishin ish drejtori i policisë së Lezhës, Islor Islami, dhe ai i Kukësit, Loar Sallaku. Më pas me shkarkim u largua Afrim Tafa nga drejtimi i policisë së Durrësit, ndërsa së fundmi këtë të hënë ka dhënë dorëheqjen edhe drejtori i policisë së Tiranës, Elton Alushi. Deri në emërimin e drejtorit të ri në krye të policisë së Tiranës është komanduar zëvendësdrejtori për krimet Oliger Torba. A2CNN mëson se 3 emrat me potencial për të marrë drejtimin e policisë së Tiranës janë Ermal Muça, Edvin Dreu, si dhe drejtori i komanduar në Durrës Ervin Hodaj, i cili konsiderohet kandidat potencial edhe për drejtimin e policisë së Durrësit. Ndërkohë për qarkun e Lezhës, kandidatët më të favorizuar janë drejtori aktual i komanduar Arben Nasufi dhe kandidati tjetër Ndue Ndoçi. Në Fier pritet rikonfirmimi i Erion Ahmetit, ndërsa për qarkun e Kukësit favorit konsiderohen disa emra si Artion Duka, Alfred Elezi, Alket Shatro dhe Gjovalin Loka. Gjithsesi, vendimin përfundimtar për përzgjedhjen e drejtuesve në këto 5 qarqe do ta marrë kryepolici Hita. Në listë spikasin edhe emra të rinj, të cilët gjatë kohës së prodës u larguan nga struktura drejtuese dhe tani pritet rikthimi i tyre. Megjithatë, ndryshimet nuk pritet të kufizohen vetëm në nivel qarqesh. Lëvizje të rëndësishme mund të prekin edhe drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, ku disa drejtues departamentesh mbajnë poste prej disa vitesh dhe mandateve të tyre aktuale po u përfundon afati. Me ndryshimet e reja që pritet të bëhen në ligjin për policinë e shtetit, pritet të hiqet edhe procedura e konkurimit për postet kyçe drejtuese, si zëvendësdrejtori i përgjithshëm, drejtori i departamentit, drejtori vendor dhe shefi i komisariatit. Këto poste pritet të plotësohen me emërim të drejtpërdrejt nga kryepolici. Në këtë kontekst pritet ndryshime edhe në disa prej departamenteve kryesore të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, mes tyre edhe departamenti për policinë kriminale, i drejtuar nga Neritan Albati. Ai mban postin e drejtorit që prej 1 gushti 2022 dhe mandati i tij përfundon më 31 korrik 2026. Largimi i Albatit pritet të jetë një nga lëvizjet më të rëndësishme në polici në drejtimin e kryepolicit Skënder Hita.